Vlora mund të jetë i vetmi qytet në rang vendi i cili nuk e ka një vend të posaçëm për të vendosur lajmërimet e personave të cilët kanë humbur jetën. Në disa pika të ndryshme dhe të caktuara në qytet, si Shtregu i Orizit, përballë muzeut etnografik, në zonën e Skelës, por edhe tek Gjashkaçi, janë ngjitur me dhjetra lajmërime, të cilat janë shpallje të personave që kanë humbur jetën. Ato janë të ngjitura në vende të papërshtatshme. Personat të cilët kanë ndëruar jetë duhet të trajtohen me më respekt në qytetin e Vlorës, pasi janë kontributor të vyer ndër vite për qytetin dhe jo vetëm. Kjo situata në Vlorë, ku letër njoftimet e shpalljes së vdekjeve të tyre ngjiten në çdo vend, siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet, ato janë të ngjitur në Llamarina, gjithashtu rrethime të ndërtimeve, madje tek shtyllat e ndriçimit dhe duke përfunduar edhe tek pemët në qytet, një situatë kjo as pak dinjitoze. Kjo situatë ka qenë e tillë prej vitesh, ku lajmërimet e vdekjeve nga qytetarët apo agjencitë e funeraleve ngjiten edhe në hyrje pallatesh, pemë apo shtylla ndriçimi. Shpeshherë ato grisen nga qytetarët apo si rrjedhojë kushteve atmosferike, duke përfunduar për tokë. Ka raste kur lajmërimet ngjiten edhe në bloqe betoni apo vende të ndryshme turistike. Kjo është një problematikë që krahas mungesës së respektit të treguar në trajtimin e personave që kanë kontribuar për qytetin, njëherë dëmton edhe imazhin e qytetit. Vlora turistike dhe e zhvilluar duhet ketë me patjetër vende të përcaktuara për vendosjen e lajmërimeve të kësaj tipologjie.